Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në fshatin Miradi e Poshtme në komunën e Fushkosovës, ku me këtë fshat për nga afër do na njeh banori i këtij fshati. Fillimisht shumë faleminderit që na pritët i nderuar. Për neve shumë kënaqësi të jemi sot këtu. A kishim mujt një prezantim të shkurt ju jenë? Unë jam pra banor i fshatit Miradi e Poshtme. Quhem Sabit Sidi Bullatovci, bab i 5 vajza dhe 2 çunave. Jetoj në këtë fshat prej vitit 1915. Kemi ardhur prej Prishtinës, kemi jetuar në Prishtinë. 1877 kemi ardhur në Prishtinë. Nuk kemi mujt me jetu aty për shkak të kushteve, edhe kemi ardhur në fshatin Miradi e Përme me 1905. 1915 kemi ardhur në fshatin Miradi të Poshtme. Një fshat i bukur, fshat me njerëz të ndershëm, një fshat bujqësor, jo i zhvilluar ashtu si edhe koha ka qenë e tillë, vitet e 900-ta, luftat e ndryshme, debimet tona të gjitha anëve, edhe jemi mundu me gjithë secili strehimi ndikuar. Jam i familjes Bullatovci. Katuni Bullatovc e në Serbi sot ekziston. Emrin e atij fshatit e kem Bullatovc, edhe kemi ardhur, jemi përqendru këtu. Sot i kam 365 banor Bullatovc, katunit tem Bullatovc. Me fes thash. I kam në fshat 28 familje. Prej familjes Bullatovci, Dumani, Gjyrefsi, Krasniqi, Breznica, Berjoni, deri te e fundit Veliu që i ka 10 banorë. Pra, katunin e Miradis e Poshtme jetojnë 1650 banorë rezident. Kurse 820 banorë i kem në Mërgat, në të gjitha anët e botës, në Amerikë, Anglinë, Francë, Gjermani, Suedi, Zelandë, çdo kund botës. Pra, viti 90 ka qenë viti më i keq për ne, për rinin tonë. Ato vite kur na larguan të gjithë të konsumëve që ishim, fshatin tonë, pjesa dërmuese e trive e morën rrugën e Gërbetit, dhe ata na kanë ndihmuar fshatin tonë në mënyrë madhështore. Çdo familjarit, baballarëve, vllazërve, motrave na kanë ndihmuar me mjete materiale, me ushqim, me krejse. Ne kemi qenë prej vitit 90, kemi qenë deri vitin 99, pa punë, ekzistencë mizore ka qenë, po jemi mundu të gjithë me punu, kemi punu në bujqësi, kryesisht në bujqësi se këtu fabrika nuk ka pas fshatin Miradi e Poshtme, por me tokë pjellore. Një tokë që i ka një fshat që i ka 412 hektar e 20 metra katror. Ky fshat, pra, i ka 2 lumej të bukur, Sitnicën dhe Graçankën. Të 2 lumejt na bin ujra të bukura, ujra të mira, dhe që ne si fëmijë, moshën e re, jemi pastru në ta 2 lumej se ka qenë të pastru. Po, koha e ka bërë vetën tash, ta lumej shërbejnë për ujitjet e fushave, arave, livadave to. Pra, është një fshat, ka ambulancën shtëpinë e shëndetit që është hapë në vitin 1978, ambulancë e bukur, e mirë. E kemi shkollën fillore Vëllezrit Frashëri që i ka sot i ka 300 nxënësa deri në klasën e 9. E kemi sallën sportive që Unioni Evropian na ka ndërtuar, salla e parë që ndërtuar në komunën e Fushkosovës në për fshatra. E kemi ujin e fshatit ton, që projektin katunarët e kanë financuar vetë me mjetet veta në vitin 1996. 65.000 marë ka i kënë grëmbëllu edhe kemë bo ujë, se ujë nuk ka guxu më pije për shkak 2 lumejve, se bunarët e pusit kanë qenë jo të mira. Sot kemë në fshat kanalizimin, 20 kilometra, kemë asfaltim çdo rrugë, çdo lagje, që 28 lagje i ka fshati jam,
prej rrugës Miradia, që është i ka 2 km gjysmë, edhe 27 të tjera me emër mbi emër, nuk pjeceku, po i kem të gjitha lagjet e kem e rrugë. Kem shtëpia të ndërtume, të bukura, kem një standard krejt më ndryshe, kem një numër të djemëve dhe vajza që jenë shkolluar, të gjitha profileve, prej advokatit, gjykatësit, noterit, mjekëve, arsimtarëve, të gjitha profilet pra fshati jam i ka. Vajza shkollume, djemë të shkolluar, të respektuar, nderuar në fshatin tem. Pra kjo është një fshat në rrafshin e Kosovës, në mes të fushë Kosovës, pra kota e aterimit është 534, 35 dhe është kënaqësi e Zotit se pranverat janë të bukura, të mira, dimnat nuk janë ashtëron në kohën e fundit, vera pak më të thota janë, nuk ka lagështina, por bujsh e zelshëm ta që kem afër 5-6 bujsh që merren me prodhimet hatashme të patateve, të qepes, të spesit, punojnë me plot zell dhe e ushqejnë komunën tonë, po dhe ushqejnë Kosovën tonë. Pra një fshat që ka vlera edhe arsimore, edhe kulturore, edhe ka në bujësi, në çdo lami, në çdo segment të jetës, janë dhe japin kontributin më të dur. Autobusi na vije prej qytetit, i të bënë nxënësat dhe studentat e shkollave të mesme. Shkollën e mesme kem, shkollat e mesme kem fushë Kosovës, ato shkollat që na mungojnë mjekësi, se ato kem në qytetin e Prishtinë. Kem një numër të banorët që kanë ble banesa në fushë Kosovës, për shkaqet tjera diet, po kem dhe numër tjerë që kem në qytet që kanë shkue. Pra, është një fshat me plot vlera. Me plot vlera që i vynë sot kombit tem, shqiptarëve të mi, fëmijëve të kombit tem. E përmendëm se bujqësia ka qenë shumë e zhvillume edhe është një zonë, themi një tokë gjapjellore. Është tokë pjellore, prej klasës parë, tek klasën e 5, ka zonës se i ka, unë thash, i ka 412 hektar e 20 metra katror, zona kadastrale e fshatit Miradije poshtme. Dhe janë pjesa dërmuese afër 200 hektar që janë, prodhohet gruri, prodhohet mistri, prodhohet patatja, qepaja, të gjitha ato rendimit. Bujqësia edhe sot është e zhvillume Edhe sot është e zhvillume, jo vetëm po, i kem kaluara. disa 4-5 fermer nivelit më të lartë. Blegturia nuk është blegturia, se blegturia për shkaqe objektive tash duhet me pasi përfaqe pak më të gjona, edhe blegturia në këtë farë zonë të ngushtë nuk kanë mujtë me ndërtu ferma, po dikush mon nga 5-6 dile nuk ka, kuaj nuk ka, qëto janë. Po, nëse e bojmë një dallim prej të kaluarës sot, që që kujton këtë fshat, vite më parë, ndoshta prej fëminis juj e sot. Sot po e shohim se i ka gjitha kushtet e përshtatshme për një jetesë, nuk është se i mungon diçka besoj. Une të kthena mbrapa në vitet e 50, mas vite 50, para vite 50, veç këm dëgju për i baballarëve, gjyshëve tonë, se ka qenë jeta e mundimshme. Se çdo gjë që është prodhue, slavi për tatime ja ka marrën. Po, kur e fitum në lapsin, në vitet e 70-ta, universitetin e parë që e fitum në Prishtina, Universitetin Prishtinë, filloj edukimi, filloj arsimimi, filloj ngritja e kulturës edhe idejës, mendimeve çdo kujtash, çdo lami tash filloj mu zhvillue. Bujqësia ka qenë jo nivel dur, se nuk kemi pas fabrikat plera mi pleruet arat me bas prodhime të grunit, të mistrit, të tyne, me rendimente të larta. Po tash i kemi të gjitha i kemi, kush donë me punue, është mundësia me punu, kush donë mu shkollue, nuk ka asnjë problem. Është viti 99 kur përfundoi lufta me 12 qershor, u largun ordhit për i tokave tona, shtëpijen time e kom gjetë jo të kalp, po të thyme krejt, ja kom dërzua ICS-it italian, i kom prue 10 kompjutera, fëmija e parë në komunën tem qëtu. Gjitha fshatra që shtëpin tem e kom lirue, pa asnjë cent, 10 kompjutera kanë fillu me mësu, edukue kompjuterit e parë
e në Word, në Excel, ato. E kom shu shtëpin tem për qerdhët fëmijëve. Ka punu 2 vjetë qerdhja fëmijëve pa pare heq, fshatartu për afër 34.000, për vajzat që kanë qenë të interesume 10 makina qepse për më mësua ato vajzat që dojnë më mësua, apo gra, shtëpien time, edhe janë eduku, janë mësua. Unë jo maj me një kolegë temi, shok temi që në botën tjetër, nga një prekopuca, ujnë e parë që kemi pru me dhunë kemi marrë për drejtoreve budhesa Serb, ujnë e parë vitin 96 kemi pru kanalet e ujtë parë, gypet e ujtë parë, e kemi fut në përket ka të unin tonë 10 km ujë, sistem të ujët, edhe të kanalizimit. I kemi bo projektet edhe për ujë, edhe për kanalizim. Gjitha pra, me punë vullnetare, po me mjetët tona. Shkollën që nuk ne kanë regulluar vitit 94, me kontribut fshatarëve të Miradisë dhe poshme, kom bledhën pare ka të nartemi 35.000 marka, e kemi mbulu shkollën për me mësu ata 300 zansa. Vitin 94-95 ka qenë dhe shkolla mesme ekonomike këtu është zhvillu se nuk ne kanë leju në për shkollat këtë. Pra është vatër të gjitha obligime që kemi marrë na në katunin tem që to, Miradit poshtme. Unë falenderoj shumë Indrun, për neve shumë kënaqësi të ishim bashkë sot dhe të njihemi për nga afër me fshatin Miradia poshtme. Shumë kënaqësi të ishim bashkë. Tash neve na mungon, vetëm na mungon edhe një qendër për trit kulturore, për muzikante, për ato tjera, një qendër, edhe ato besoj që edhe e qerdhja e parë që është ndërtu, komunën Fushkosot, qerdha CIPO-F publiko-private, që e ka marrë pranë shtëpisë time, unë e kum leju këtu, edhe o ndërtu, unë e kum rregullu atë këpsht, kum bjellë gjerbrim e lule ato, sot funksionon me 63.000 kënaqësi e prenisër. Poshnja, për poshnja është pra CIPO-F-i, qerdhja, kopshti, për fëmijë të fshatit Miradit poshtme. Falenderoj shumë. Shumë kënaqësi të ishim bashkë sot. Edhe prej meje ju falenderoj ju, edhe televizionit ju, Dugaxhinit, sukses dhe të mbrimi edhe matë më dha, se kjo na duhet neve për zhvillimin ton, të rinisë ton, mos të lëshojmë tokat tona, se toka jonë e Kosovës me 10.933 km2 është me pasura në botë. është me rini, vajza e djemë, që nuk e ka bota as Evropa. Apeloj që asnjë i ri mos dhe t'jashtë punojt, kontribojt, të edukohet tokën tonë. Falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe juve, edhe kameramon, edhe ti moderator, gazetare, ju falenderoj nga zemra, në emër të familjes temë. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. Ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend tjetër. Deri atëherë, tung tung.